Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdi, u bëri thirrje vendeve që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një hap të tillë, duke vlerësuar se njohja e Kosovës është një ndihmë edhe për proceset integruese të rajonit. Presidenti Sejdi u nis sot bashkë me ministrin e jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni, për në New York, ku bashkë me kryeministrin Thaçi do të qëndrojnë për disa ditë në përpjekje për të siguruar më shumë njohje për Kosovën, por edhe për të penguar miratimin e mundshëm të një rezolute të paraqitur nga Beogradi, i cili synon rihapje bisedimesh për statusin e Kosovës. Presidenti Sejdi u tha se tash është koha që pavarësia të njetë edhe nga ato vende që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë i dha vull të fuqishme legitimitetit të shtetësisë sonë. Ndaj edhe nga këtu, ftojmë vendet nga të katër anët e botës që ta shpallin pranimin e shtetit tonë dhe t'ja hapin kësaj pjese të Evropës Juglindore udhën e integrimeve të pakthyeshme euroatlantike. Kosova është një shtet sovran dhe demokratik i gjithë qytetarëve të saj të barabartë, pa dallim besimi ekonomik. Kosova përbën një mozaik të jashtëzakonshëm diversitetesh etnike, kulturore dhe shpirtërore, të cilat kanë jetuar gjatë shekujve së bashku dhe në harmoni totale. Komentet e presidentit Sejdi u bën gjatë një ceremonie për nder të 100 vjetorit të lindjes së humanistës së njohur shqiptare Nën Tereza, të cilën ai vlerësoi simbol të tolerancës dhe humanizmit. Shqiptarët e Kosovës që u përkasin besimeve të ndryshme janë shembull i harmonisë e dashurisë me njëri tjetrin dhe të tjerët, pavarësisht se gjatë historisë morin përkatësi të ndryshme fetare, tha presidenti Sejdiu. Ky argument dëshmon madhështinë e këtij populli, i cili ndosë kaloi shumë kalvare vujtjesh apokaliptike. Asnjëherë nuk pati ndjenjë mosdurimi ndaj të tjerë. Duke theksuar këtë virtyt të jashtëzakonshme, që shpalos mosmiri i shpirtin paqësor e të fisëm të popullit Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi, parallelisht themi se Nën Tereza është shenja më emblematike e këtij shpirti, e kësaj fryme të shenjë shqiptare dhe gjithë njerëzore. Në ceremoninë e sotme mori pjesë edhe arkipeshkvi i Tivarit Imzot Zevgashi, në cilësinë e të dërguarit të posaçëm të Papa Benediktit të 16. Ai e çmoi lart figurën e Nën Terezës dhe rëndësinë e shënimit të 100 vjetorit të lindjes së saj. Dëshiroj që kjo festë e nanës tonë, festa e ditëlindjes së nanës tonë, Terezë, të kalojë me të vërtetë sa më bukur. Falenderoj gjitha strukturat e Shtetit të Ri të Kosovës për pjesëmarrje, përgatitje, për gjithë kontributin që kanë dhënë që kjo festë, kjo ngjarje të kalojë sa më bukur. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdi, i cili e ka shpallur vitin 2010 vit të Nën Terezës, dekoroi sot një grup organizatash e personalitetesh vendase e ndërkombëtare me medaljen humanitare Nën Tereza. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.